Të dy ministrat e jashtëm dolën në konferencën e përbashkët për shtyp me shumë vonesë, bisedimet kokë me kokë, kishin zgjatur tej parashikimeve dhe me sa u duk pa ndonjë afrim për temat e nxehta mes dy vendeve. Përtej falenderimeve reciproke dhe frazave të zgjedhura, mospajtimet mes palëve u kuptuan shumë shpejt, por në deklaratën e tij ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati tha se reaktivizimi i mekanizmave të parashikuar nga Traktati i Miqësisë dhe Bashkëpunimit, shoqëruar me heqjen e ligjit të luftës të 1940 nga ana e Greqisë, i cili në vetvete nuk pasqyron realitetin e sotshëm të fqinjësisë mirë, përkatësisë transatlantike, rrugtimit evropian dhe miqësisë të hershme ndërmjet dy popujve tanë, do të krijonte një mjedis të ri të besimit ndërsjellsh dhe njëkohësisht do të mundsonte fitimin e të drejtave pronësore të mohuara në përputhje me praktikat e konsoliduara të së drejtës ndërkombëtare. Ministri Bushati deklaroi se pala shqiptare ka vullnetin e plot për të trajtuar pa asnjë tabu çështjet e mbartura, por dhe ato të krijuara rishtazi. Por ministri i grek Evangelos Venizelos u shpreh se gjendjen e paqes mes Greqisë dhe Shqipërisë ka shpallur në 1987 Këshilli i Ministrave të Greqisë. Gjithkush që ka diçka për të kërkuar ndaj kuadrit ligjor grek ka të drejtën të i drejtohet personalisht edhe gjykatës ndërkombëtare të Strasburgut. Është e vërtetë se Athina ka njoftuar që në 87 për heqjen dorë nga ligji i luftës, por studiosit e së drejtës ndërkombëtare shpjegojnë se asnjëherë ajo nuk ka treguar një dokument të shkruar për këtë. Dhe kjo ka mbajtur pezull të drejtat e pronësisë së popullsisë çame. Greqia ka mohuar gjithnjë që në marrëdhëniet mes dy vendeve të ketë një çështje çame, por ministri Bushati tha se sa na përket ne, qeverisë shqiptare, çështja çame, ajo që njihet si çështja çame, është pjesë e dosjes tonë diplomatike me Greqinë. Dhe sot, sipas pikpamjes tonë, te kalohen pengesat e shkuarës, ato që njihen si pengesa historike, një nga një, sepse ne duam të pasurojmë gamën e bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe europian, dhe jo t'i lëmë terren nacionalizmit folklorik, që në mungesë të adresimit të kësaj çështje apo dhe çështjeve tjera, tenton ta mbajë peng marrëdhënien mes dy popujve miq dhe pse jo në disa raste të shkojnë në absurditet në rishkrime historie që nuk i shërbejnë marrëdhënieve tona. Një tjetër çështje nxehtë mes dy vendeve është ajo e kufirit detar. Marrëveshja e arritur në 2009 u urrëzuar nga gjykata kushtetuese shqiptare. Në këtë pikë Greqia duket se kërkon ta përshpejtojë zgjidhjen duke e trajtuar atë dhe si një çështje në kuadrin e integrimit evropian të Shqipërisë. Greqia do të ketë presidencën e ardhshme të Bashkimit Evropian. Gjitha vendet e Bashkimit Evropian e pranojnë të drejtën ndërkombëtare mbi detin dhe zbatimin e konventës së OKB-s mbi detin. Është i qartë se kriteret e Kopenhagenit vijnë dhe për vendet kandidate për anëtare në Bashkimin Evropian. Ekziston një praktikë europiane, një shembull greko-italian dhe jemi të sigurt se me të njëjtën frym do të lëvizim dhe në kufi me Shqipërinë sepse kemi pranuar të njëjtat rregulla dhe parime. Ministri i jashtëm shqiptar Bushati ju referua gjithashtu kritereve të Kopenhagenit që vlen dhe për vendet anëtare, duke përsëritur edhe një herë gatishmërinë e palës shqiptare për zgjidhjen e të gjithë problemeve mes dy vendeve. Duam t'i adresojmë të gjitha çështjet, si ato që konsiderohen si pengesa historike, por edhe ato që kanë lindur rishtazi, me kurajë e vullnet politik, bazuar në legjislacionet e vendeve respektive, parimet e themeluara të së drejtës ndërkombëtare në fushën e drejtës detit në rastin fjalë, dhe natyrisht eksperiencave më të mira sepse aveniri jonë është Bashkimi Evropian, familja europiane. Të dy palët bën deklarata të kujdesshme lidhur me minoritetin grek në Shqipëri, ku ministri Venizelos nuk la pa nënvizuar peshën që ato kanë në marrëdhënien mes dy vendeve, ndërkohë që një bashkëpunim i plotë u theksuar lidhur me gasjellsin TAP apo dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë për të cilin Greqia është e gatshme të ofrojë asistencën e saj. Marrëdhëniet mes dy vendeve kanë shënuar ulëngritje të shpeshta. Shtatorin e kaluar ato regjistruan një tjetër acarim për shkak të konfliktit nëpërmjet mbi një truall të pretenduar nga Kisha Ortodokse. Athina reagoi ashpër dhe në kufinë mes dy vendeve u bllokua për orë të tëra kalimi shqiptarëve. Kryeministri Berisha në atë kohë ende në detyrë foli për një ndërhyrje të Greqisë në punët e brendshme të vendit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.